Gjuha shqipe mbetet një problem real me të cilin përballet shpesh Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska. Problem me shqipen, Janevska pati edhe sot në Universitetin e Tetovës. Ajo pati një përplasje verbale me gazetarët, por edhe kërkoi nga rektori Zejneli që fjalimin që ai e tha në shqip ta përsëris edhe në maqedonisht. Ndërhyrje pati edhe kur u pyet nëse ligji do të tërhiqet, përsëri kërkoi përgjigje nga rektori. Дали побаравте такво нешто, ректоре? Да се повлече законот? E kur u pyet se pse nuk merr përkthyes, Janevska tha se ajo flet në gjuhën zyrtare të shtetit dhe nuk është e obliguar për përkthyes. Megjithatë, tha se kupton shqip. Македонија има еден службен јазик и уште еден што го зборуваат заедниците, да, и јас се наоѓам во Тетово, каде што се зборува албанскиот јазик, но ваша и не треба да имам преведувач, вие треба да го знаете и македонскиот јазик. Јас малку подразбирам, сум кажала неколку пати, но за да не сгрешам во преводот, замолувам да ми се превед. Дали ќе продолжиме за законот? Kjo nuk është hera e parë që Janevska kërkon përkthimin e deklaratave, posaçërisht kur ajo është në Tetov.